Mos i ngani. Shëlltarët e me mos i ngani. Përshëndetje, ajni mirë si jeni, përshëndetje. Përgadit asi, ajni mirë, përgadit. Përshëndetje klinë, dashur qytetar, dashur miq, dashur përfaqësues e përkrahës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, faleminderit për këtë bim madhështor në klinë sot këtu. Jemi mbledhur gjithë bashk në këtë qytet punës, në këtë vend të traditës e të kulturës, përndesë shpresën e një rrugë që duam të bëjmë bashkarisht. Klina juaj, klina jo në qytet që gjithmonë ka ditur të mbajë gjallë shpirtin e bashkimit dhe përpjekjes kombëtare. Është qytet që nuk e njeh dorëzimin si koncept, qytet që është ndërtuar mbi punën e ndershme të familjeve klinase, mbi tokën pjellore dhe mbi vlerat e dijes e të arsimit. Është qytet që gjithmonë ka qenë në shërbim të atdhejët në përpjekjen e madhe për liri, për pavarësi, për demokraci. Dhe sonte jemi këtu për të rikonfirmuar këtë traditë, jemi këtu për të parë drejt së ardhmës sonte përbashkët. Dhe ku shkojmë e shikojmë përpara, e dim se klina meriton shumë më shumë se që ka marrë në këto vite. Meriton më shumë si qytetar që punoni çdo ditë, që rrit një fëmijë me sakrifica, që mbani gjallë ekonominë vendase, mbani traditën dhe identitetin tuaj. Dhe ju nuk mund të mbeteni peng i pushteteve që ju lën pas të harruar, nuk mundeni të mbeteni peng i premtimeve që nuk ju mbajnë, i projekteve që nuk kanë ardhur kurrë. Ju meritoni një qeverisje që punon për ju, që ju dëgjon, që ju respekton dhe që ju shërben. Prandaj ju meritoni Arben Limanajin, kandidatin ton për kryetar të Klinës. Arbeni është Arbeni është një emër i freskët në garën për kryetar, por jo i panjohur për ju. Për vitet e tëra ai ka qenë këtu në kuvendi komunal, duke ju përfaqësuar, duke ngritur zërin për radhët tuaja, duke qenë dhe kritik i drejtë dhe i vendosur ndaj çdo padrejtësie në këtë komunë. Ai nuk ka eshtur asnjëherë përballë mungesës së transparencës, nuk i ka mbyllur syt kur qytetarët janë anashkaluar, ai nuk ka kursyer fjalën kur interesat e Klinës janë pasdore, dhe kjo e bën Arbenin kandidatin ton shumë të veçantë. Ai di problemet sepse i ka parë, i ka dëgjuar dhe i ka ngritur aty ku duhet. Dhe sot ai vjen me një vizion për ndryshim, me energjinë e një lideri të ri, me përvojën e një njeriu që shet çdo cep e çdo anë qytetit, me guximin për të marrë vendime dhe me përgjegjësinë për të çuar ato deri në fund. Arben Limanaj është kandidati i duar për këtë kohë, për këtë qytet, për këtë zgjedhje dhe pas veti ka gjithë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por një kryetar i mirë ka nevojë shumë dhe për një asamble të fortë, dhe këtë asamble e ka Lidhja Demokratike e Kosovës.
Dhe sot bashkë me kandidatin tonë për kryetar do t'ju prezantojmë dhe listën e këshilltarëve komunal, njerëz të ndershëm, profesionist, qytetarë që nuk e shohin politikën si privilegj, po si shërbim. Ata janë garancia që vizioni i tij, i LDK-s, i Arbenit, i gjithë timës do të kthehet në vepër konkrete. Prandaj ju ftoj për një dorë trokitje të madhe për ekipin tonë të fitores. Të dashur qytetarë shumë të respektuar mbështetës së LDK-s, zgjedhjet e 12 tetorit nuk janë zgjedhje vetëm për një kryetar, për një komunë, janë dhe zgjedhje që japin drejtimin që do ta marrë Klina. Por mbi të gjitha janë zgjedhje për fëmijët tuaj, për të ardhmen e familjeve tuaja, për dinjitetin e qytetarit të vendi. Janë zgjedhje për të vendosur nëse Klina do të ngecë apo do të ecë përpara. Dhe unë them me bindje, me Arbenin, me LDK-n, Klina fiton zhvillimin, fiton shpresën, fiton dinjitetin. Sepse njerëzit e LDK-s janë njerëz të punës, të përkushtimit, njerëz që e njohin qytetin, njerëz që do të qeverisin me duart pastërta e me mendje të kthjellët. Njerëzit e LDK-s vinë në frymën e rregovizmit, frymën e politikës së arsyes, qetësisë dhe të vetë vizionit. Dhe këto zgjedhjet të ardhshme, nuk janë të rëndësishme vetëm për Klinë, janë të rëndësishme për gjithë Kosovën, sepse vota për lidhjen demokratike është vota për t'i dhënë fund populizmit, për t'i dhënë fund dështimit, për t'i dhënë fund ndarjes së urrëties. Vota për LDK-n është vota për të ringjallur shpresën për cilë zhvillim, për çuar Kosovën në rrugën e saj evropiane, dhe për ju them që tani se 12 tetori do të jetë festë e madhe e djathtë gjithandej Kosovës, në gjitha komunat e Republikës Kosovës. Fitore dhe asgjë më pak se kaq. Prandaj, më 12 tetor, le të ngrihemi të gjithë së bashku, le ta bëjmë këtë rrugtim bashk, le ta çojmë Klinën përpara, le ta çojmë Kosovën aty ku e meriton, për fëmijët tuaj, për familjet tuaja, për të ardhmen tonë të përbashkët Republikës. Me 12 tetor, votoni Arben Limanaj për kryetar, votoni listën e Lidhjes Demokratike për Kuvend Komunal, votoni Lidhjen Demokratike të Kosovës me numër 113. Zoti e bekov Kosovën, Zoti e bekov Klinën. Ju falenderoj gjithëve. Sot jemi mbledhur për të bërë hapin e parë drejt një rrugtimi të madh e të gjatë përfitore. Ndryshimet në komunën e Klinës janë të domosdoshme, duke filluar nga uji i pishëm, përmirësimi i gjendjes në arsim, në shëndetësi, zhvillim ekonomik, shërbime publike të standardizuara. Problemi kyç i komunës së Klinës dhe prioriteti ynë kryesor është furnizimi me ujë të pishëm, edhe përkundër investimeve milionëshe, Klina me rrethin dhe fshatrat e tjera të komunës sonë edhe sot ballafaqohen me këtë problem të pazgjidhur. Objektivat që ne synojmë në fushën e arsimit fillojnë me rritjen e cilësisë në nivelin fillor të mesëm, përmirësimin e aftësive digjitale të nxënësve dhe mësimdhënësve, krijimi dhe inkurajimi i pjesëmarrjes në aktivitete shkollore e projekte sociale. Duke mos lënë anash orientimin e nxënësve drejt karrierës dhe profileve të përshtatshme, duke u bazuar në aftësitë e tyre për një të ardhme më të mirë. Në komunën e Klinës, përfshirja e fëmijëve në nivelin parafillor është e mangët, kryesisht për shkak të mungesës së institucioneve përkatëse. Angazhimi ynë drejt kësaj lëmie është ndërtimi i institucioneve parashkollore në zonat që kanë mbi 1500 nxënës, ku përfshihen fshatrat si Dresniku, Blareva, Jashanica, Sferka e Zllakuqani, pa lënë anash zonat urbane ku ka nevojë për institucione shtesë.
Në këtë objekt ku jemi ne sot, gjendet edhe biblioteka e qytetit, e cila nuk i plotëson kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, si në aspektin e tirazhit e pamjaftueshëm i literaturë, por edhe në qasjen e persona me aftësi të kufizora. Qëllimi ynë drejt zgjidhjes së këtij problemi është sigurimi me shumë se një biblioteke dhe qendrave teknologjike me akses për të gjithë. Rruga drejt arsimit vjen nga të qenurit i shëndetshëm, andaj programi ynë zgjerohet edhe në shëndetësi e mirëqenie sociale. Ne si subjekt politik do të angazhohemi për shërbime më cilësore shëndetësore, për zgjerim të infrastrukturës në këtë lëmi, është e domosdoshme duke filluar nga renovimi i qendrave të mjekësisë familjare, pajisja e tyre me ambulanca dhe zgjerimi i kapaciteteve të tjera. Përmes investimeve në infrastrukturë, digitalizim, pajisje moderne dhe kushte më të mira për pacientët e stafin mjekësor, programi ynë parasheh angazhim për kujdestari nga banatorët e qytetit 24 në 7. Në pjesën tjetër të zhvillimit ekonomik dhe të punësimit, LDK synon të krijojë një ambient të favorshëm për bizneset lokale dhe investimet e huaja. Kjo përfshin stimuj për biznese, krijimin e zonës industriale dhe promovimin e turizmit lokal. 47% e teritorit të Klinës është tokë bujqësore, me shtrirje të mirë buzë lumejve, por më pak se 10% është shkalla përfshirjes së saj në sistemet e ujitjes. Duke shfrytzuar tokën pjellore që ka komuna jonë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, do të investojmë në krijimin e një shkolle të mesme bujqësore me qasje edhe nga komunat përreth. Ne vlerësojmë se Klina i ka të gjitha parakushtet për zhvillimin e bujqësisë organike, industrinë e përpunimit dhe nxjerrjes së produkteve inovative, ndaj masat që do të marrim në pjesën e bujqësisë dhe zhvillimit rural janë: themelimi i një zyre komunale për këshilla bujqësore, subvencionimin e prodhimeve inovative për fermerët dhe bizneset që sjellin teknologji të reja, ofrimi subvencioneve transparente dhe granteve për fermerët duke përfshirë prodhimet organike. Zotin Nret Zefaj, me numër 2, nënkryetari Degës së LDK-s në Klinë, ekonomist i diplomuar dhe menaxher i Bankës AFK. Zonjën Laura Mosolli, diplomuar në master në degën Banka dhe Financa dhe Kontabilitet. Numër 4, Zoti Bashkim Gashi, afarist i njohur nga fshati Sferk. Numër 5, Hamdi Raci, ish profesor me përvojë me 4 dekada në arsim. Numër 6, Zonja Blerina Gashi, juriste diplomuar dhe antare Komitetit për Politikë dhe Finance. Numër 7, Fadil Fazliu, veprimtari LDK-s, mësim dhënës dhe veprimtari i shquar që nga viti 1989. Numër 8, Zoti Elmiz Zenunaj, veteran i luftës dhe komandant i njësitit të UÇK-s në brigadën 121, aktualisht komandant i zjarfikësve në Klinë. Numër 9, Marigona Racaj, asambliste aktuale dhe me master në menaxhment shëndetësor. Numër 11, Isu Berisha, biznesmen dhe aktivist që nga fillimet e LDK-s në Klinë. Numër 12, Jehuna Gashi, master në gjuhën shqipe, gazetare dhe shkrimtare. Numër 13, Rilind Gashi, student, aktivist dhe pjesë e forumit të rinisë të LDK-s. Numër 14, Lirie Krasniqi, juriste dhe me master në degën të drejtat civile dhe biznesore. Numër 15, Antigona Zeqa, aktiviste në organizimin e ngjarjeve kulturore dhe artistike në komunën e Klinës. Numër 16, Blerton Gashi, me master në juridik. Numër 19, Agon Mustafa, student në Fitore Raci.